Lajmi bomb. Studiuesit kanë aplikuar inteligjencën artificiale për të interpretuar shkrimin kuneiform, pra pllakat sumere. Më ndiqni me vëmendje sepse do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme që unë jam dakord me këtë zbulim që është bërë. Ndiqni me kujdes. Këtë video jam i bindur që do ta shikoni e do ta shikoni me 10 herë. Bile kam frikë se kjo video do bëhet një kult në të ardhmen. Ndaj, në qoftë se doni, mund ta shkarkoni dhe ta mbani aty. Si gjithmonë, kush është rasist dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që shihemi sërish, sepse kam vëre që shumë prej ju shohin këto video, por nuk i kanë bërë like. Nuk ju kushton asgjë. Faleminderit që jemi prerë bashkë. Një grup studiuesish nga Chicago kanë vendosur ose aplikuar inteligjencën artificiale për të interpretuar thelbin e pllakave sumere. Për ata që nuk e din, pllakat sumere janë të shpërndara në gjithë botën nga shumë studiues që i kanë gjetur dhe i kanë marrë dhe i kanë çuar në vendin e tyre. Dhe të marrësh të gjitha këto, pra shkrimet e tyre, jo pllakat, por shkrimet që gjenden në pllaka dhe ti interpretosh pra ti shëshitës nëpërmjet inteligjencës artificiale është gjëja më e bukur që mund të bënin, sepse vetë një njeri nuk mund ta bënte dot, bile edhe njerëzit të gjithë së bashku nuk mundeshin, sepse duhet një kohë shumë e gjatë për t'i interpretuar. Pastaj ti interpretosh ashtu siç thoshte inteligjenca artificiale. Nëse keni vënë re, ju i bëni një kërkesë inteligjencës artificiale dhe ajo ju përgjigjet dhe jep përgjigjen më të mirë pasaj pyetje që ti i bën. Pra këtë ka bërë dhe në këtë rast. Tani, pikë së pari. Çfarë janë shkrimet kuniforme? Mendohet që janë shkrimi i parë i njerëzimit. Pra shkrimet e para të njerëzimit mendohet që janë këta. Dhe civilizimi i parë kush ishte? Civilizimi sumer. Pra ne çdo gjë e kemi marrë nga civilizimi sumer. Tani, çfarë kanë zbuluar nga shkrimi kuniform? Kanë zbuluar që disa tipa kanë ardhur nga një tjetër galaktik, nga një tjetër planet. Dhe kanë ardhur këtu të quajturit Anunnaki. Dhe këta modifikuan majmunët dhe i kthyen në njeri. Pika 1. Ne akoma sot nuk kemi gjetur hallkën që mungon. Vazhdojmë akoma sot të pyesim se ku është hallka që mungon. Për ju që nuk e dini, hallka që mungon është lidhja mes majmunit dhe njeriut. Mungon. Dhe ne kemi kohë që e kërkojmë. Pra pika 1 që unë them që është e vërtet që ky zbulim ka disa gjëra të rëndësishme brenda. Pika 2. Aty tregohet që e modifikuan disa herë njeriun, pra jo një herë, por disa herë. Dhe këtu kemi edhe një tjetër pikë. Neandertalët, ku u zhdukën, nga ikën, kishte edhe biped të tjerë, pra me 2 këmbë që filluan që të esnin, që u zhdukën me kalimin e kohës. Po pse u zhdukën? Pse nuk vazhduan së bashku me njeriun? Dhe kjo është një pikë tepër e rëndësishme. Padyshim mes nesh ka dhe ekspert. Dhe le të më përgjigjen ekspertët ku shkuan neandertalët. Edhe në Shqipëri kanë zbuluar neandertalët 40.000 vite më parë, por zhdukën. Pra, kjo është pikë tepër e rëndësishme sepse ishte momenti që ata modifikonin dhe disa nga modifikimet shkuan keq. Në fakt, shkruhet eksaktësisht kështu në këto pllaka që disa nga këto modifikime shkuan keq. Bile në pllaka flitet edhe për ngjyrat, sepse flitet për njeriun me ngjyrë, pra njeriun e zi. Që ata i dhanë ngjyrë pigmentit. Tani, si ne i kemi ngjyrat, janë 7 ngjyra, për ato që njohim ne, tani për tani. Janë 7 ngjyra që gjenden në gjithë botën, pra të bardhët, të kuqët, e tjerë, të verdhët dhe të zinjt. Pra, ky është një fakt i pakundërshtueshëm, një fakt tjetër që tregon që edhe në këtë rast është e vërtet. Bile edhe diçka tjetër. Aty në këto pllaka flitet edhe për problemet e kromozome, pra kanë patur probleme me kromozome dhe me gjenet e njeriut. Wow! Ne i kemi zbuluar kromozome dhe gjenet vetëm tani. Kromozome dhe gjenet, thënë në mënyrë tjetër, nuk diskutohet, por kromozome dhe gjenet janë tepër shkencore, duhet që ti zbërthesh në laborator, nuk mund t'i gjesh kështu me anë të trurit, pra ata që i kanë shkruar e dinin mirë se çfarë thoshin. Dhe kjo është pika akoma e më rëndësishme. Bile do t'ju them dhe diçka tjetër. Është një lloj fare, e themi kështu, që të kuptohet, që nuk mund të përcillet nga mashkulli në femër, por vetëm nga femra në mashkull. Pra për të gjeneruar fëmijë, ne vjen vetëm nëpërmjet femrës. Po
atëre si e mori mashkulli? Sepse për të gjeneruar duhet jenë dy. Si e mori mashkulli? Pra mundet që të ketë lindur gruaja fillimisht e pastaj mashkulli, sepse si do lind një mashkull në qoftë se kjo është një provë tjetër. Si do lind një mashkull në qoftë se nuk është nëna? Ju si thoni. Pra kjo është edhe një tjetër provë që kanë të drejtë. Por nuk mbaron këtu. Sepse në këto teste që ata kanë bërë, disa nga njerëzit, ata thonë për këto shkrime, disa nga njerëzit i modifikuan për të qenë punëtor, disa i modifikuan që mos të lindin, disa i modifikuan që të punonin, që të ishin të fortë, të luftëtar, dhe disa për të qenë shërbëtorët e tyre, pra për të qenë profesor, inxhinier e ku ta di unë. Dhe kjo është përcjell ndër vite, akoma sot është e pamundur që një njeri ka disa njerëz në gen që nuk mund të ndryshojnë. Bëj ç'të duash ti, nuk mund të ndryshojnë, sepse ai është kodi gjenetik, nuk ndryshon me fjalë ndryshon shumë pak, por është pothuajse i pamundur, sepse duket sikur në të gjitha fushat ata i kanë modifikuar që atëherë, dhe këto përcillen në gjenezën e njeriut, hap pas hapi, pra ndër vite. Dhe ky është një tjetër problem, dhe një tjetër provë e pakundërshtueshme. Tregohet që disa teoricientë thonë që po, ata që thonë që kanë të drejtë që thonë për Anunnakët dhe ju japin të drejtë edhe studimeve, dhe këta të fundit, që janë studios autonom, që mbështesin këto teza, thonë që po, bile jo vetëm kanë prodhuar këtu njeriun, pra e kanë modifikuar dhe prodhuar këtu, por e kanë quar edhe në vendet të tjera, pra në për galaktik, në për planetet të tjera, duke e rritur ashtu si që rrisim dhe ne kafshët këtu, duke e mbajtur në për vathe, apo në për vende që ata janë shërbëtorët e Anunnakëve, pra njerëzit. Ç'është e vërteta, edhe këtu ka një provë që është edhe kjo e pakundërshtueshme. Duhet të dini që në të gjithë planetin Tokë zhduken rreth 250.000 njerëz çdo vit. Dhe tregohet që është bërë një pakt nga vitet 1950-1960 me liderat më të mëdhenj të botës, që ne do t'u japim teknologjinë, por ju japim në këmbim njerëz. Dhe këta mendohet që marrin njerëz dhe i çojnë diku për shumë arsye. I marrin, disa thonë edhe për të ushqyer, disa thonë edhe për punëtor, disa thonë edhe për modifikime gjenetike të tyre, sepse janë të përshtatshëm gjenet e njeriut për të ndihmuar Anunnakët që të jetojnë më gjatë, etj. Në fakt, shumë prej këtyre njerëzve që zhduken nuk gjenden më. Ky është një fakt tjetër, i pakundërshtueshëm. Tjetra është që në të gjitha këto shkrimet kuniforme, nëse për ata që nuk e din, aty, pra nga ky civilizim, lindi çdo gjë. Pra lindi matematika, gjeometria, fizika, çdo gjë që ne përdorim sot. Sepse në për pllakat sumere shkruhet që Anunnakët u mësuan njerëzve shkrim dhe këndim, u mësuan mjekësinë, u mësuan matematikën e tjerë. Në fakt, kjo është e pakundërshtueshme, sepse ne vazhdojmë ende sot me çfarë u shpik atëherë. Ne matematikën e atëhershme përdorim akoma sot. Nuk mundëm që të shpiknim një tjetër matematikë. Është e pamundur. Dhe e shpikën ata. Pra pikërisht Anunnakët, jo e shpikën, por ata e kishin sepse zotëronin. Dhe këto janë prova të pakundërshtueshme, të gjitha këto që ju thash që këtë video do ta shikoni dhe ta rishikoni shumë herë, sepse jo të gjithë kuptojnë atë që po them, por padyshim me kalimin e kohës duke e dëgjuar shpeshherë, do kuptojnë dhe shumë gjëra, jo sepse un jam kush e di se çfarë, por nga ajo që lexoj shumë, shikoj që këto të dhëna përputhen eksaktësisht, sepse i kam shkruar dhe në për libra, përputhen eksaktësisht me çfarë kanë thënë studiuesit për pllakat sumere që kanë zbuluar kohët e fundit me anë të inteligjencës artificiale. Ju, çfarë mendimi keni për këto? E di që ndokujt nga ju nuk i pëlqen që ne të jemi një pjesë e majmunit, por ne jemi 98% majmun, dhe këtë e dim ligjërisht që jemi 98% majmun. Në fakt,
tregohet, tani do t'rregoj edhe një diçka tjetër e fundit kjo, që në këto shkrimet sumere, pra në pllakat sumere tregohet edhe për disa lidera që u falen këtyre Anunnakëve, që ne i quajmë sot u falen demonëve. Ke lobe sot sa të doni, keni lobe që flitet që nga kohrat antike që u përulen këtyre demonëve. Kush janë demonët? Mund t'jenë Anunnakët? Pres komentet tuaja për të gjitha këto që thamë, sepse ky është vërtet një lajm bombë. Ditë mbar.